Në muajt të ardhshëm, Rusia mund të bëjë një provokim me shumë mundësi me viktima kundër njerit prej vendeve të NATO-s në Evropën lindore. Një paralajmërim i tillë vjen nga generali polak në pension, Jaroslav Krashevski, i cili thotë se një incident i tillë mund të ndodhë për të larguar vëmendjen nga një ofenzivë e re ruse në Ukrainë. Dhe sipas tij, probabiliteti që kjo të ndodhë është deri në 80%. Ai thekson se provokimi mund të ndodhë në zonën kufitare mes Polonisë, Lituanisë dhe Bielorusisë, ose edhe në detin Baltik. Generali paralajmëron se mund të përfshihen sabotime ndaj infrastrukturës energjetike, katastrofa mjedisore apo incidentet e tjera me viktima. Ndërsa duke bërë një parashikim për kohën se kur mund të ndodhë diçka e tillë, generali polak ka thënë se ndoshta gjatë muajve prill ose maj. Për të mësuar më shumë rreth zhvillimeve të fundit në Ukrainë dhe në botë, lexojeni telegrafi.com.